Edhe kësaj radhe në kuadër të reportazhit Ma Pikturo ëndrrën do të sjellim një shtëpi ndryshe nga ato të cilat i kemi prezantuar deri më tani. Protagoniste e këtij reportazhi është shtëpia e Ragip Mustafës, e cila është ndërtuar mbi katin e 10 të një ndërtese kolektive në Prishtinë. Në mesin e shumë veçantive të kësaj shtëpie është edhe pamja e Prishtinës, e cila nga ky ambient shumë relaksues duket si në pëllëm të dorës. Në kopshtin e shtëpisë së tij, Ragip Mustafa ka inkorporuar edhe këtë pishinë, e cila padyshim që në këto ditë të ngrohta vere është hapësira më e preferuar për banorët e kësaj shtëpie. Në kuadër të kopshtit ka edhe veranda, të cilat e plotësojnë edhe më shumë eksterierin e shtëpisë. Ku do të mund të gjejë një vend më të përshtatshëm për të lexuar gazetën, e pse jo edhe për të ngrënë mëngjesin, se në një kopsht të tillë. Nga eksterieri i kësaj shtëpie vazhdojmë për të parë investime që pronari i saj ka bërë në interierin e saj. Dhoma e ditës, e cila brenda saj ka 3 hapësira për qendrim ditor, përfshin rreth 200 metra katror. Në këtë hapësirë ku mbizotrojnë ngjyrat bardhë dhe zi, mobiljet janë të importuara nga Dubai. Kujdesi i pronarit ndaj çdo detaji vrehet kudo në këtë shtëpi. Padyshim se në këtë lartësi ku edhe është ndërtuar kjo shtëpi, janë vendosur dritare të mëdha nga ku të mundsohet një pamje jashtëzakonshme në kopshtin e saj. Mobiljet, të cilat janë të përzgjedhura me shumë kujdes dhe me material cilësor, krijojnë një ngrohtësi dhe komoditet të jashtëzakonshëm në këtë shtëpi.
pjesë të dhomës së ditës është i vendosur edhe oxhaku, i cili ndikon që ky ambient të jetë më i preferuari në këtë shtëpi gjatë stinës së dimrit. Një element tjetër të cilit i kanë kushtuar rëndësi janë edhe abazhurët, të cilët janë të vendosur me përpikmëri në secilin ambient të shtëpisë. Këta abazhur janë të prodhuar në Malajzi. Ndërsa tani kalojmë te kuzhina e kësaj shtëpie. Edhe në këtë hapësirë janë të përdorura ngjyra të bardhë dhe zi, ndërsa për të thyer monotoninë e cila mund të krijohet kohë pas kohe, edhe në këtë hapësirë janë vendosur dritare të mëdha. Ndriçimi mbi trapezari sigurisht që ka një rëndësi të madhe, andaj edhe ky element nuk është anashkaluar nga pronari i kësaj shtëpie. Një hapësirë tjetër e cila her pas here shfrytëzohet edhe për qëndrim ditor është edhe kjo ku janë të vendosura edhe këto pajisje për fitnes. Ndërsa tani ndrojmë ambient, kalojmë në dhomat e fjetjes së kësaj shtëpie, të cilave po ashtu i është kushtuar një rëndësi e veçantë. Së pari prezantojmë dhomën e djalit të pronarit Etinikut, i cili ka krijuar për vete një dhomë të bukur me mobilje shumë të përshtatshme. Ndërsa kjo është dhoma e vajzës së pronarit, e cila ka krijuar një ambient tipik femror. Dhoma e djalit të tretë është kjo me shumë dekorime brenda saj. Në këtë dhomë mund të kuptosh se je në dhomën e një artisti të ardhshëm. Ndërsa tani do të kalojmë te dhoma më e madhe në këtë shtëpi, te dhoma e pronarit. Kjo dhomë, e cila është e dekoruar me kujdes në çdo detaj të saj, ka rreth 70 metra katror. Një dizajn i mobiljeve i përshtatur njëri me tjetrin pothuajse në maksimum e bën këtë dhomë një ambient mjaft luksoz dhe romantik.
Ndërsa një ambient mjaft i bukur krijohet edhe gjatë natës, pasi në pjesën sipër shtratit është improvisuar qielli, ku dritat e vogla të vendosura me shumë kujdes të gjasojnë me yjet. Në kuadër të kësaj dhome është edhe një banjo, qeramikat e së cilës janë të një kualiteti të lartë. Ndërsa përveç banjës, dhoma e pronarit të shtëpisë ka edhe këtë terracë, e cila zakonisht shfrytëzohet nga pronari për kafën e mëngjesit, si dhe në mbrëmje për të parë këtë peizazh mahnitës të Prishtinës. Investimet e pronarit të kësaj shtëpie nuk kanë dalur me kaq. Ai në shtëpinë e tij ka edhe një sauna. Kjo ishte shtëpia e Ragip Mustafës në Prishtinë, një shtëpi sa moderne, po aq edhe luksoze.